Që këto vite karrierë si gazetari kronikës ke parë ngjarje pafund, thuat i cila është një ngjarje atipike, një ngjarje që të ka ngelur në mendje edhe sot e kësaj dite? Që është ndryshe nga të tjerat. Po, një nga ngjarje shumë e veçantë është në Ersek. Në këto ngjarjet e tjera që janë përmendur, po në Ersek. Një vajzë 18 vjeç shkon e vret 4 veta. Dhe mes tyre vret një nga emrat më të njohur në atë kohë në Elbasan, Zaçën e Elbasanit, i cili vite i fshehur atje në Ersek. Ata i kishin përdunuar përpara atë, ishte nga Korça e gjimnaziste, merr të dashurin, merr një automatik, i dashuri zonte të shkonte në fakt, po ai kishte marrë me forcë ajo. Dhe shkon mes të Ersekës, është ngjarje më e rëndë që ka ndodhur atë, unë mbaj mend. Dhe shkon i vret të 4. E kam kërkuar atë vajzë, më duke pa besueshme që një vajzë gjimnaziste shkon e bën se vetëm fakti që ke të bësh me këtë person të tremb. Jo që ata arrinin të armatosur, arrinin grup njerëzish, ajo shkon e vret 4 veta. Më humbje, e kërkova shumë kohë, dhe u bëra kurioz. Mbaj mend që i kanë dëmtuar një familjar caj mbrapa, si i shkon për të shtëpia, për të hakmarr. E gjeta mbas 20 e ca vitesh, domethënë që jetonte diku në zonën e Myzeqes. Më humbi prapë. Ajo në atë kohë u dënua, po unë nuk di që ajo t'jetë kapur edhe mbasi dënimi mund t'jetë parashkruar. Se në atë kohë ka pas edhe probleme me dokumentacionin, me kushdo që shkonte në Greqi, unë kur ika në Greqi mora 2 herë pasaport. Këto dukem si Elisa që thot me këto ngjarje bën dhe filma, por realisht kjo është një personazh shumë i veçantë. Dhe mosha se thash ka ndodhur ngjarje e Tropojës, ka ndodhur ngjarje në Tiranë, se femrat kanë një gjë tjetër. Në Shqipëri nuk është se nuk janë por jo, realisht është një film me të njëjtën historia e saj është vërtet që mbasi e kanë abuzuar, vajza kthehet për të vrarë gjithë me radhë. Edhe ishte jashtë guximi dhe fakti që ajo i vrau të 4 ata armatosur, kriminal, ata ishin vërtet kriminal. Dhe ajo shkoi palosi në një qytet aq të vogël. Edhe pastaj u zhduk humbi. E bëri shumë intriguese. Është një ngjarje që shkruhet shumë pak. Ose por mos në është hera parë që dëgjoj. Ose as pak, për atë se thash ka ndonjë atë kohë, nuk ishte as Google atëherë, as Yahoo, as kishte dalë akoma. Pra prandaj ka shumë pak material për atë ngjarje. Po më ka bërë shumë përshtypje mënyra se ja realizoi, kurajo që ajo pati. Pastaj ajo ishte një njerëz që hyri në skenë në mënyrën më të zhurmshme të mundshme. Se vrau dhe vrau 4 veta. Dhe pastaj doli nga skena, pra e mori vëmendjen në mënyrë më impresionuese të mundshme, që një vajzë adoleshente bën atë gjë, dhe pastaj doli nga skena u zhduk pa lënë gjurmë. Kjo ta bën dhe më intriguese këtë personazh.